Dyshohet se një 14 vjeçare është dhunuar seksualisht nga një 58 vjeçar në Prishtinë përgjatë një viti. I dyshuari për rastin, siç kanë mësuar media, del të jetja Hergashi, 58 vjeçar, i cili është arrestuar për rastin. Rastin e ka konfirmuar edhe Prokuroria Themelore e Prishtinës. Ju njoftojmë se prokurori kujdestar për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale dhunimi bazuar nga neni 227 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës kundër të pandehurit JPG, ka filluar hetimin pasi që viktima e mitur është abuzuar seksualisht nga i pandehuri JPG, i cili e kishte dhunuar disa herë për periudhë kohore rreth një viti. Sipas deklaratës së viktimës, të cilat i ka bërë në burimet policore, rasti i fundit i dhunimit ndaj saj dyshohet se ka ndodhur me 5 prill. Atë ditë dyshohet se 58 vjeçari e ka quar 14 vjeçare në një motel në Prishtinë, ku edhe dyshohet se ka kryer aktin e dhunimit seksual ndaj të miturës.